burrisht, kini guxim të votojmë ligjet, feqim me mosbesim me Tiramen dhe të japim zgjidhje krizës që do t'jetë shumë herë më thellë ditët dhe javë që vinë. Okej, faleminderit. Fjala kundër, zoti Balla. Okej, zoti Balla. Zoti kryetari i Kuvendit, së pari kërkesa është e formuluar gabim, e përpasoj nuk mund të merret në konsiderat. Nga deputeti që mori fjalën në emër të kërkuesve, nuk dëgjuam asnjë argument që ka të bëjë me kërkesën. Kërkesa nga grupi ynë parlamentar do të rrëzohet. Kemi pasur një diskutim të gjatë në konferencën e kryetarëve, ku vetë deputetët kanë kërkuar që këto iniciativa ligjore të shqyrtohen me përparësi. Nuk dëgjuam asnjë argument lidhur me kërkesën. Sa i përket çështjeve të tjera që u parashtruan këtu. I fundit në këtë sallë që mund të flasin në emër të protestuesve është ky pelikani këtu. I fundit. Lutem, zoti Balla. Dakor. Dhe nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon do të protest. Provoje për ta mbajti. Ndërkohë që personalisht nga ana e protestuesve meritoj një falënderim, sepse kam kontribuar për një prej kërkesave të protestuesve. Protestuesit tonë Sali Berisha në burg, unë e kam bërë një kallëzim për ty. Dhe i ftoj protestuesit ta marrin në shqyrtim. Qesharak më të mëdhenj, e mbani mend, ditën e parë të protestës, i quajte sikur i kemi nxjerrë ne protestuesit. The kështu apo jo? Ditën e dytë protestës the që je kundër protestës. Ndërkohë që sot del zotrote, jam përfaqësues i protestës. Edhe t'ju them të drejtën, pash një gjë shumë qesharake në Bruksel, se pas dhe disa që tha, kemi ardhur këtu në Bruksel për të sjellë kërkesat e protestuesve. Or kush ju ka mandatuar ju një? Në marrëdhënie me ata djemtë dhe vajzat, ne s'kemi nevojë për ty për interlokutor. Ta dish të. Fare, i fundit, je ti që mund ta bësh ne ndërmjetësin me protestuesit. Prandaj, ulu këtu, uli dhe këta se le nam. Faleminderit shumë. Zoti Balliu, se ju lutem uluni, vijojmë seancën. Zoti Balla foli në 2 minutshin që jep rregulloria për si folës kundër propozimit. Pro dhe kundër, kaq. Tani kalojmë në votimin e propozimit të grupit. Jo, nuk ka replik këtu sepse nuk jemi. Po nuk jemi në diskutime, zoti Noka, nuk jemi në diskutime. Jemi te fjala pro dhe kundër. Ju lutem zini vendet. Zini vendet pra se s'merret replika me forcë. Po pra. Ulloni ju lutem. Më leret është. Letani mos e të prot, lutem. Ulluni ju lutem. Sa po të përfundojmë me votimin e propozimit, kalojmë te pika tjetër dhe keni hapësirën për procedurë ku jeni regjistruar të flisni. Ulluni ju lutem. Ulluni.
Kur të kesh mundësinë të vish të drejtosh seancën, zoti Noka, drejtohe si ta mendosh ti. Sot të lutem ulu. 2 minuta replik, zoti Berisha. Uluni. Ne tani, lidhur me ato që tha parafolsi, e garantoj çdo shqiptar se ajo protestë është protesta më madhështore që ka njohur Shqipëria, dhe se demokratët janë të ftuar të marrin pjesë